Të më pengu se jem të shkullë. Kush që fiton ndeshjen? Ndeshjen e sotit, a? Po, ta që je të shiku, sigurisht që... duke pozu për me dojnë fotografi sa më mirë të Albani atje. Tash duhet me qenë multitask. Jemi të shikullojen, jemi drejt për së drejti, jam të mundu ty me të këti përgjigje edhe njëkohësisht me pozu për aparatin e famshëm të Albanit, cilin s'kena gjallë pa te. Apo jo? Hiq, pa problem. Jo, Franca sigurisht konsiderohet si favorite, tu e marë parasysh qka posedojnë, e kemi thonë disa herë në këtë studio që francezët posedojnë një bank rezervë gogja të mirë, luajnë me shumë krenari, kanë atë shpirtin luftarak, disiplinën e Didier Deschamps që nuk është aq e kollajshme, kështu që unë menoj që krejtë meritat i shkojnë edhe trajnerit, i cili ka ditë si me mbajt, ose që është maintain ajo fjalla taman anglisht, e një ekip si që është Franca me shumë emra të mdhej, kështu që po besoj në një fitore të francezëve, ani pse, hiq të kollajshme nuk do ta kenë, pasi që në anën tjetër Maroku ka një mbrojtje gogja stabile, e pam edhe në pjesën e parë që nuk lejoj ke shumë për me deportu, po në anën tjetër është edhe ajo rrezikshmëria e tyre në kundërsulme apo në tranzicion që veç marokjanët mundën me bo këta. Unë shpresoj në një fitore të Francës, pasi që jo veç unë, po gjithë po e konsiderojnë edhe si kampione, po e luajnë atë ndeshje ashtu, dhe me atë shpirt të një kampionit, gjithsesi edhe posedimi topit të qysh në pjesën e parë ishte më shumë ka ana e francezëve. Treneri Smet, Mbappéja humb penaltin pjesën e parë, si të duk Franca deri tani?